Të dashur bashkëtetar, politikan, biznesmen, oligark që doni të investoni në Bregdetin magjik shqiptar. NASA ka bërë një studim ku sigurisht do të gjeni linkun në komentin e parë, unë jam referuar nga media prestigjioze Geomjedis ku shkencëtarët e botës paraqesin me shifra, fakte, studime, foto, video të dhënat më të fundit, por edhe historikun se çfarë ka ndodhur. Në vitin 1993 ka filluar studimi nga NASA deri në vitin 2023. Sipërfaqja e ujrave në botë, e deteve e oqeaneve është rritur jo pak, por 10 cm. Për ne shqiptarët, studimi tregon se deti merr 5 metra në vit. Prafërsisht, sipas studimeve të NASA-s, kemi humbur 70 metra vijë bregdetare. Të gjithë jemi dëshmitar se si janë zhdukur bunkeret, pyjet, por dhe katastrofën, ignorancën tonë duke ndërtuar mbi rë, duke prerë pishat dhe investuar miliona. Ky link që po ju paraqes, ky informacion duhet jetë një apel për oligarkët, politikanët, biznesmenët, inxhinierët, arkitektët që të spostohen disi më lart se shykër Zotit kemi mjaft male e ta lëm detin në punën e tij dhe ne të kemi investimet e garantuara, sepse luftë me ujë sigurisht që nuk mundet të fitohet kurrë. Gjithë të mirat besoj do të ndryshojë diçka për ata që do të investojnë.